Me emër të Allahut, mëshirues dhe përdlimtar i madh. O ti i mbështjellur Muhammed. O ti i mbuluar El Muzammil, do me thënë i mbuluar me rroba. El Muzammil ka të njëjtin kuptim me Mudathir. Ky është një cilësim i profetit të Zotit në momentet e para të shpaljes. Kur Zoti e nderoi atë me shpaljen, i dërgoi melekun Xhibril, i cili filloi t'i zbriste ajetet e para. Kur Xhibrili asë, u ofrua profeti asë, pa diçka që, sikur të mos ishte profet, nuk do të arrinte ta përballonte. Kontakti i parë me melekun madhështor i krijoi atij një gjendje frike të fortë, të pandier me parë, as sa filloi të dridhej. Në atë gjendje, profeti asë nxitoi për te familja e tij, te Hadixha r.a. Atje, duke u dridhur, thoshte: "Më mbuloni." Profetit asë i erdhi Xhibrili dhe i tha: "Lexo." Me pas, Allahu i lartësuar e bëri atë që të ishte i qëndrueshëm dhe ta përballonte shpaljen e tij. Kështu, profeti i zgjedhur vazhdoi ta përhapte mesazhin e Zotit, derisa arriti gradën më të lartë mes të dërguarve dhe profetëve të Zotit. Subhanallah, sa i madh është ndryshimi mes gjendjes fillestare dhe përfundimtare të profecisë së tij. Kështu, Allahu i lartësuar i drejtua profetit të tij me atë cilësitë e fillimit të profecisë. Fillimisht, Allahu i lartësuar u uroi që t'i përkushtojë atij me adhurime dhe pastaj për të qenë i durueshëm kundrejt padrejtësive dhe mendimeve që do t'i jepnin armiqtë e besimit dhe të Allahut. Ai duhej të bënte durim në ftesën e njerëzve për të adhuruar vetëm Zotin dhe për të lartësuar fjalën e tij. Ai duhej të bënte durim në zbatimin e plotë të porositë të të madhëruarit. Allahu i lartësuar u uroi së pari për me të dashurin, me të nderuarin dhe me të zgjellurin e adhurimeve, u uroi për namazin. Dhe jo për çdo lloj namazi, por për namazin e kohë me të nderuar dhe me të zgjedhur, namazin e natës. Zgjoju lutu Perëndis natën, post të paktën. Ngriu për falje natën, përveç një pjesë të vogël të saj, gjysmën e saj, ose diçka më pak se gjysma, ose shto pak më shumë, dhe lexoje Kur'anin me vëmendje. Nga mëshira e tij, Allahu i madhruar nuk e uroi për t'u falur gjatë gjithë natës, por një pjesë të saj, të cilën e shpjegon më pas. Ai mund të falë gjysmën e natës, ose më pak, pra, 1/3, ose diçka më shumë se gjysma, pra, 2/3 të natës. Dhe, gjatë namazit, ai duhej të recitonte bukur Kur'anin, sepse këndimi i Kur'anit të mundson që të meditosh thellë rreth tij. Ai i bën zemrat të lëvizin e të ndjejnë besimin dhe ëmbëlsinë e tij. Nëpërmjet këndimit të Kur'anit adhurohet Allahu dhe, duke zbatuar porositë e tij, arrihet përgatitja më e plotë dhe më e mirë për takimin me të, gjysmën e saj ose edhe më pak nga ajo. U tefsiru sure El Muzammil ajet 2, ose diçka më shumë se ajo, dhe lexo Kur'anin me kujdes dhe qartë. U tefsiru sure El Muzammil ajet 2. Ne, me të vërtetë, do të dërgojmë ty fjalë të rënda. Ne do të shpallim ty fjalë me peshë. Shalja e Zotit është diçka shumë më madhe dhe e rëndë për t'u mbartur. Kuptimet e saj janë madhështore, cilësitë e saj janë të mrekullueshme dhe të paritshme. Një fjalë e tillë meriton tërësisht që ta lexosh dhe të përgatitesh mirë për bartjen, zbatimin dhe përhapjen e saj. Ajo është një fjalë për të cilën duhet medituar shumë. Gjithmonë duhet të mësosh dhe punosh sipas saj. Me pas, tregohet urtësia e porosisë për të lexuar Kur'anin dhe për të adhuruar Zotin me namaz përgjatë natës. Sepse, zgjuarja natën, me të vërtetë, vepron me fuqishëm dhe shprehet mësimet janë me të këthjelta. Me të vërtetë adhurimi i natës ndikon me fortë në shpirt dhe fjala e Kur'anit që lexohet është më e qartë, përmendjen dhe zemrën. Namazi i natës, pasi e qelur me gjumë, është më i dobishëm. Përfitimi prej Kur'anit është më i madh larg zhurmave dhe angazhimeve të ditës. Në këtë kohë, Kurani lexohet me gojë, por edhe ndihet me zemër. Kështu rregullohen çështjet e robit dhe merret plotësisht udhëzimi prej Kuranit. Ndërsa ditën, këto qëllime janë më të vështira për t'u arritur, prandaj i lartësuari thotë: Me që ti, me të vërtetë, ditën je shumë i angazhuar. Vërtet, ti, gjatë ditës, ke angazhime të shumta. Kuptimi, ti je angazhuar për të siguruar nevojat jetësore të tua dhe të familjes, gjë që ta ngarkon disi zemrën tënde. Këto angazhime nuk të lënë të përqendrohesh tërësisht në këndimin dhe kuptimin e fjalës së Zotit. Sidoqoftë, Zoti jep të dashurit të tij një porosi të rëndësishme edhe përgjatë ditës. Dhe përmende emrin e Zotit tënd dhe përkushtoju krejtësisht atij. Por, ti përmende Zotin tënd dhe përkushtoju plotësisht atij. Përmende Zotin tënd me të gjitha llojet e dhikr, dhe gjithmonë ktheu te Zoti yt. Përkushtimi i plot ndaj Zotit bëhet duke u ofruar me zemrën tënde drejt tij, edhe pse trupin mund ta kesh mes njerëzve. Me zemrën tënde, ti ktheu i penduar te Zoti yt dhe përkujtoj atë, edhe pse jeton e punon mes krijesave. Zemra jote është e mbushur me dashurinë për Allahun dhe në të nuk ka vend për asnjë krijesë.
Zemra jote do dhe synon veç se Allahun dhe çdo vepër e fjalë që ke na qatë. E si të mos jetë kështu, kur dihet se Ai është Zoti i lindjes dhe i perëndimit, s'ka Zot tjetër përveç Tij, dhe atëmerë për mbrojtës. Ai është Zoti i lindjes dhe i perëndimit. Nuk ka të adhuruar tjetër me merit veç Tij. Allahu është Zoti i të gjitha lindjeve dhe i të gjitha perëndimeve, ai është gjithashtu Zoti i çdo gjëje që ekziston nes tyre. Ai është Zoti i botës qiellore dhe toksore. Allahu është krijuesi, furnizuesi dhe përkujdesi për gjithçka. Ai është rregulluesi i të gjitha çështjeve. Nuk ka të adhuruar tjetër që meriton të adhurohet me dashuri, madhërim, nështrim e përulësi, veç se Allahu i madhruar. Ai është i vetëm dhe i pashoq në çdo aspekt. Çdo gjë është në dorën e Tij, prandaj uroi dhe tha, prandaj vetëm atë zgjidh për mbështetje. Vetëm atë zgjidhe për të të ruajtur dhe për të kujdesur për ty dhe për të gjitha çështjet e tua. Pasi e porositi profetin e Tij për namaz, në mënyrë të veçantë dhe për dhikr, në mënyrë të përgjithshme, aktivitete këto që e përgatisin njeriu për të mbartur detyrimet e mëdha, Allahu i lartësuar e uroi për durim. Dhe duroi llomotitjet e atyre dhe largohu nga ata në mënyrë të bukur. Bëj durim për atë që të thonë njerëzit dhe largohu prej tyre me maturi. Bëj durim ndaj shpifjeve dhe fyerjeve të armiqve të tu. Duro fyerje ndaj teje dhe ndaj shpaljes që ti e përcjell nga Zoti yt. Zbato me përpikmëri atë që të shpallet. Kur mos u spraps dhe ngadalëso në rrugën e Zotit tënd. Distanco nga penguesit në mënyrën më të urtë dhe të mirë të mundshme. Mos bie në nivelin e tyre dhe ti ofendosh ata me të njëjtë mënyrë, por thjesht largohu i nderuar. Dialogo dhe polemizo me ta në mënyrën më të sjellshme. Elemoni mua t'i qeroj hesapet me ata që të konsiderojnë ty për gënjeshtar, të cilët jetojnë në luks dhe jepi pak afat atyre. Miler mua ata gënjeshtar pasanik dhe jepu atyre një afat të shkurtër. Kuptimi, miler mua ti ndëshkoj ata gënjeshtar mosbesues, të cilëve u kam dhënë plot e mira e begati, por në vend që të tregohen mirënjohës, ata i kalojnë kufit, duke menduar se janë të pavarur, jo nevojtar dhe të pamposhtur, sikur se thuhet në surën Ikra, pa dyshim, është e vërtetë se ai njeriu i kalon kufit për shkak se ndjen veten të pavarur. Me pas, i lartësuari i kërcënon ata me ndeshkëm të ashpërditën kur të kthehen tek ai, se, pa dyshim, ne kemi pranga dhe zjarr. Me të vërtetë, tek ne ka ndeshkim dhe zjarr. Peçuditse e kalen është një ndeshkim i rënd i cili qëndron e prit për të glabëruar me forcë atë që ka qenë gjithsej zhytur në gjunahe, ndërsa xhahimen është një zjarr përvelues i ndezur fort, dhe gjellëra që ngelin e fyt dhe dënime të dhëmshme. Ka ushqim që nuk gëlltitet dhe dënim të dhëmshëm. Ai ushqim nuk mund të gëlltitet për shkak të ejësisë dhe përshtirësisë së tij. Pamja dhe kutërbimi i tij janë shumë të tmerrshëm dhe të padurueshëm. Dështimi me të cilën do të përballen në xhenem do të jetë torturues dhe i tmerrshëm. Kjo do të ndodhë në ditën kur toka dhe malet dridhen e bëhen si grumbuj të shkapërderdhur të rërës. Atë ditë, toka e malet do të dridhen dhe malet të bëhen si rërë e lëvizshme. Nga tmerri i madh i asaj dite, edhe malet e larta, aq të forta dhe të patunshme, do të shndërrohen në pluhur dhe rër, aq sa edhe një erë e lehtë mund t'i shpërndajë në ajër. Pas rënditjes së madhe, malet do të zhduken si pluhurin e erë. Ne juve, me të vërtet, ju kemi dërguar një profet dëshmitar kundër jush, ashtu siç ja kemi pas dërguar një profet Faraonit. Lavdërojeni dhe adhurojeni Allahun për profetin arab Anafabët që ju dërgoi, si përgëzues dhe paralajmërues për ju. Është ai që do të dëshmoj për umetin e tij dhe saktësinë e veprave të tyre. Tregoni mirënjohje dhe respektojeni këtë mirësi të madhe e të pashmueshme, duke punuar sipas porosive të Zotit dhe profetit të tij. Kujdes dhe ruajuni që kur të mos beheni mohues dhe shpërfillës të saj, duke mos i u bindur profetit tuaj. Nëse veproni kështu, atëherë ju do të jeni si Faraoni, i cili shpërfilli dhe mohoi profetin e Allahut, Musain Ase. Profeti Musa e ftoi Faraonin të adhuronte Allahun dhe t'i nënshtrohej atij, por ai nuk e besoi dhe e konsideroi si gënjeshtar. Ai nuk i u bind porosive dhe ftesës së profetit, prandaj Allahu i madhruar i dha një ndëshkim të ashpër dhe të rënd. Por Faraoni ka kundërshtuar profetin, andaj e kemi dënuar atë me dënim të rënd. Utefsiu sure El, Muzammil, ajet 15. Qysh do të ruheni ju nga dënimet nëse mbeteni jo besimtar ditën në të cilën fëmijët bëhen të thinjet prej tmerrit të madh. Nëse ju mohoni, atëherë si do të mbroheni prej dënimit të asaj dite që fëmijët do t'i bëj pleq. Peçuditse kuptimi e se mund ta mendoni se do të shpëtoni ditën e gjykimit, atë ditë kur, nga tmerri i madh, harrohet çdo gjë. Ajo është dita që edhe fëmijëve do t'u nxjerrë thinja nga frika e madhe. Atë ditë edhe krijesat më të mëdha, siç janë malet, do të shpërbëhen dhe bëhen pluhur. Atë ditë qielli do të çohet nga tmerri e premtimi i Zotit do të jetë i plotësuar. Atë ditë
qielli do të qohet dhe premtimi I tij do të përmbushet. Atë ditë, qielli do të shpërbën, yjet do të shkatërohen dhe shuhen. Ajo është dita kur do të bëhet realitet premtimi I Zotit. Askush nuk ka mundësi ta ndalojë këtë premtim të përpushteshmit. Kjo, me të vërtetë, është këshill dhe kush dëshiron, le ta zgjedhë në rrugën që shpjetë Zoti I tij. Këto ajete janë një kujtim çortues. Këto përshkrimet e ditës së gjykimit janë një kujtim I dobishëm për ata që I friksohen Zotit, duke zbatuar urdhrat e Tij dhe duke I larguar ndalesave, dhe për ata që e adhurojnë me sinqeritet Zotin e tyre, ashtu sikur sa Ai ka porositur dhe mësuar nëpërmjet profetit dhe shpalljes së Tij. Këto kërcënime vullnejnë besimtarëve, të cilët gjithmonë pendohen për gabimet që bëjnë dhe I kthehen rrugës së Zotit. Rruga e Zotit të tyre është rruga që Ai e ka sqaruar nëpërmjet shpalljes së Tij. Ai e ka qartësuar këtë rrugë me mënyrën më të mirë. Kushdo, ai e zgjedh rrugën për tek Zoti vet. Ky ajet tregon se Allahu I lartësuar u ka lënë robërve mundësi zgjedhje dhe veprimi. Pra, nuk është sikur sa thot sekti xhebije, që robërit I kryejnë veprat pa vullnetin e tyre dhe jo me zgjedhjen e tyre, por të detyruar dhe të imponuar. Sigurisht, ky është një mendim I gabuar, që bjen ndesh me logjikën e pastër dhe me argumente tekstuale të sheriatit, si ky ajet I sapo cituar. Me të vërtetë, Zoti I të di, se ti mua me lutesh me pak se 2/3 të natës, ndonjëherë gjysmën ose të tretën e saj, se edhe disa prej atyre që janë me ty. Zoti e ka caktuar gjatësinë e ditës dhe të natës, ai e di se ju nuk mundeni me e llogaritur atë, andaj ju ka bërë lehtësi e ju lexoni Kur'an aq sa mundeni, ai e di që ndokush nga ju do të jetë I semur, kurse disa të tjerë udhtojnë nëpër botë, duke kërkuar dhuntit e Perëndisë për jetesë, dhe të tjerë që luftojnë në rrugën e Perëndisë. Prandaj, lexoni ju sa keni mundis nga Kurani, dhe kryeni namazin dhe jepni zekatin dhe për hir të Perëndisë jepni jua, sepse çdo të mirë që e përgatitni ju për vetëm e parë, do ta gjeni te Perëndia me të mirë dhe do të keni shpërblimet e madh. Kërkoni falje te Perëndia, se Perëndia me të vërtetë është falës dhe mëshiruesi I madh. Zoti I të di se ti dhe një grup I atyre që janë me ty kaloni në adhurim me pak se 2/3 të natës, ose gjysmën e saj, ose 1/3 e saj. Në fillim të kësaj sureje, Allahu I madhëruar e urdhëroi profetin e tij që të falej natën, gjysmën e saj, 1/3, 2/3 me pak a më shumë. Natyrisht, ai mbetet që mbulli më I mirë, të cilën umeti e pason. Kështu, në këtë ajet, Allahu I lartësuar tregon se porosinë e tij për t'u falur gjatë natës e kreu jo vetëm profeti as, por edhe një pjesë e shokëve të tij. Por njerëzit nuk mund ta përcaktonin me saktësi kohën që Zoti urdhëroi për të falur namaz natë. Përcaktimi eksakt I saj do të ishte I vështirë për ta, prandaj Allahu I lartësuar u bëri një lehtësim, duke thënë, Allahu e di gjatësinë e natës dhe të ditës. Ai e di që ju nuk do të mund ta përmbushni atë, namazin e natës, prandaj ju bëri lehtësime. Kuptimi, Allahu e di saktësisht kohën e natës, çfarë kalon dhe çfarë mbetet prej saj. Ai e di që ju nuk do t'i përmboheshit me përpikmëri kohës kur ai dëshiron që ju ta adhuroni me namaz, prandaj, duke ju lehtësuar, kërkon që ju ta adhuroni ashtu si t'ju vi me lehtë. Tashmë, edhe nëse e shtoni apo e paksoni kohën e adhurimit të natës, Zoti ju ka bërë lehtësim dhe ju ka pranuar pendimin. Atëherë lexoni. Kurani aq sa t'ju vi me lehtë. Kuptimi, lexoni Kurani aq sa dini, pa u vënë në vështirësi. Ai që fal namaz natë duhet ta bëjë këtë adhurim për sa kohë është energjike, ndërsa nëse është I lodhur, I plogësh dhe I përgjumur, le të çrodhet dhe të qetësohet. Namazi duhet të falet me qetësi dhe për kushtin të plotë. Me pas, I lartësuari na tregon arsyet e lehtësimit, ai e di se nga ju do të ketë të semur, sëmundja përmendet e para. Kur njeriu është I semur, ai e ka të vështirë që të ngrihet të falë namaz 2/3 të natës, gjysmën apo 1/3 e saj. Kësaj, ai mund të falet një pjesë të natës, aq sa t'i vi me lehtë. Gjithashtu, të semurit I lejohet që, nëse nuk mund të falet në këmbë, të falet ulur, e nëse edhe kështu e ka të vështirë, I lejohet të falet shtrirë ose I mbështetur. Nëse është aq I rënduar sa që nuk mund të falë namazën nafile dhe sunete, atëherë edhe mund të mos I falë ato, dhe shpërblimin ka për ta marrë të plotë, sikur vepronte kur ishte I shëndetshëm. Profeti A.S. Nëse robi semuret apo niset për udhtim, atij I shkruhet I plot shpërblimi I veprave që I kryente kur ishte I shëndetshëm apo jo në udhtim. Pastaj përmendet një arsye tjetër lehtësimi do të ketë nga ata që lëvizin nëpër tokë për të kërkuar begatitë e Allahut, ashtu si edhe të tjerë që luftojnë në rrugën e Allahut. Faluni dhe lexoni aq sa t'ju vi me lehtë. Ka të tjerë që udhtojnë për të bërë tregti në mënyrë që të mos jenë nevojtar për njerëzit dhe të mos u zgjasin dorën atyre. Kështu, edhe udhimi është një gjendje vështirësie që bën të lejushëm zbatimin e kushteve lehtësuese, siç është bashkimi I namazeve fars, leja me ikindin dhe akshami me yatsin, si edhe shkurtimi I namazeve 4, e 4 në 2 rekat. Siç jetë, Allahu I lartësuar përmendi 2 lloje lehtësimesh, 1.
Lehtësime për ata që janë të shëndetshëm dhe jo në udhëtim. Allahu i lartësuar i udhëzoi besimtarët në të tilla kushte që të përzgjedhin kohën më të përshtatshme kur ata janë aktiv dhe të gjallë për të kryer adhurimin e natës. Ata nuk ka pse ta teprojnë dhe të rëndojnë vetveten për të gjetur pikërisht kohën kur Zoti i porosit që të adhurojnë gjatë natës. Mjafton që të përpiqet që të falet në kohët më të zgjedhura dhe më të mira të natës, por edhe që të jetë i përqendruar dhe i vëmendshëm në namaz. Le të zgjedh, për shembull, 1/3 e fundit të natës, kur ai ka bërë gjumë të mjaftueshëm dhe është i qelluar. Lehtësime për të semurit dhe udhëtarët, pavarësisht a është udhëtimi për tregti, përgjigja në rrugën e Zotit apo për kryerja adhurimesh, si haxhi, umrejati. Në të gjitha këto raste, Allahu i lartësuar nuk e ngarkon robën për të mundësive të tij. I lavdëruar qoftë Allahu i madhruar, që nuk e rëndoi këtë ummët dhe nuk la asnjë vështirësi në fen e tyre. Ai e lehtësoi sheriatin në varësi të nevojave dhe gjendjes së robërve, duke u kujdesur për mirësinë e trupit, dinjas dhe të fesë së tyre. Me pas, Allahu i lartësuar urdhëron për dy adhurime shumë të rëndësishme që konsiderohen si shtyllat të çdo adhurimi tjetër. Ai urdhëron për faljen e rregullt të namazit, pa të cilën feja e robit nuk mund të qëndrojë në këmbë, dhe për dhënien e zakatit, i cili është treguesi i vërtetësisë së imanit dhe bamirësisë ndaj krijesave. Ai thotë: faleni me rregull namazin, jepni zakatin dhe jepni për hir të Allahut tua të mirë. Faleni namazin me rregull, duke plotësuar të gjitha shtyllat, themelet, detyrat dhe pjesët e pëlqyeshme të tij. Gjithashtu, shpenzoni për hir të Zotit me sinqeritet të plot vetëm për të kënaqur atë. I jepni për hir të Zotit, duke qenë të vendosur në atë që bëni dhe jo me zemër të lëkundur. I jepni nga pasuria halal me të cilën Zoti ju ka begatuar. Këtu flitet për shpenzimet të detyrueshme dhe ato të pëlqyeshme. Pastaj Allahu i lartësuar porosit për kryerjen e veprave të mira në përgjithësi, duke thënë: çfarë do të mirë të përgatisni për veten tuaj, atë do ta gjeni tek Allahu më të mirë dhe më të shpërblyer. Një e mirë shpërblehet nga Zoti me 10 fesh deri në 700 fesh, madje edhe më shumë. Le ta dinë besimtarët se një grimcë se e bërë në këtë dyna për hir të Zotit do të shpërblehet në xhenetet e përjetësisë dhe të mirësive të pafundme shumë se gjithë dynjaja me gjithë stolitë e saj. Vepra e mirë e besimtarit ka për tu shpërblyer me kënaqësi dhe përjetime të mrekullueshme, të cilat nuk ka asnjë mënyrë për t'i përfituar, veç për kushtimit në adhurimin e Zotit, nëpërmjet atyre fjalëve dhe veprave që ai na ka porositur nëpërmjet profetit dhe shpalljes së tij. Subhanallah, sa kohë humbet me kotësi tek kësaj dynjaje. Sa kohë gjatë harxhohet pa bërë asnjë vepër të mirë për të kënaqur Allahun bujor dhe të gjithëmshirshëm. O Zot, na ndihmo për këto zemra, tek të cilat nuk po ndikon me paralajmërimi yt dhe nuk po përmallon për takimin me ty, që jemi i mëshirshëm për to se vetë ato për veten e vet. O Allah, i lavdëruar qofsh, vetëm tek ti ankohemi dhe qahemi. Vetëm ty të kërkojmë ndihmë. Nuk ka ndryshim të gjendjes dhe nuk ka forcë, veç ai që mbështetet tek ti. Kërkoni falje prej Allahut, se, padyshim, Allahu është falës i madh dhe mëshirëplot. Pasi na porositi për të kryer veprat e mira dhe për bindjen ndaj tij, Allahu i lartësuar na urdhëron për t'i kërkuar falje atij. Kjo është shumë e dobishme, sepse robi tregon vazhdimisht mangësinë e kryerjen e urdhrave dhe porosive të Zotit, ai ose nuk i zbaton fare ato, ose i zbaton me mangësi. Prandaj, që veprat tona të jenë të denja për tu pranuar dhe shpërblyer, Allahu i lartësuar na urdhëron që t'i kërkojmë falje atij. Të mos harrojmë, gjithashtu, se robi bën gabime dhe gjinohet gjatë natës dhe ditës, kështu që është gjithmonë në nevojë për faljen dhe mëshirën e Zotit të tij. Nëse Zoti nuk e përshin në mëshirën e vet, shkatërimi është i sigurt dhe i pakthyeshëm. Këtu përfundon tefsiri i surës Muzammil.